Gjovalin, diçka në lidhje me këtë ngjarje të rëndë, nipi juaj një ditë më parë ka kryer një krim. Ndërkohë ju si xhaxhai i Elvisit, ç'a mund na thoni për këtë ngjarje të rëndë? Njëri si dënojnë një ato do të përballet me të njëjtën gjë. Nipin tuaj? Po, njëri gjyqtari si të dënojnë do të përballen me pluma. Se ka 13 vjet si i shkruajmë kryeministrit të kancellerisë Anani Pronën, se u kena ble. Njëri gjyqtari si dënojnë një ato me Kolinën, me Klismon, me mua, ka të njëjtën shpërblim. Provat i lam. S'na përdo në kush. Se ja kena ble shtetit, ose më na quen burg, pra, se kena privatizuar për në gabimisht. Nuk jeni i penduar për atë çfarë ka ndodhur ju? Familjes të ndjerit gjyqtarës. Po. I ulem gjëj. Edhe i kërkoj halalin me kishe me xhami. Po ndërkohë që i kërkon halalin, ti prap thu që njëjtin veprim do të bëjmë edhe ne. Tash si çndron kjo? Njëri si dënoi një djalë, ai gjykohet si kur u gjykua Astriti. Mos u mërni me atë spojt, se kena 13 vjet që jeni firmojmë shtetin. Se kena ble pronën me ligjë, me rregulla. Jena bëj çdejlje tonë. Kush dënoi një djalë të njëjtën gjë ka. Në qoftë edhe Donald Trump, në qoftë edhe Papa. S'ka loj me ne ma. Ndërkohë, ju si familja Shkami, a i keni letra të rregullta pasi banorët pretendojnë se i keni falsifikuara? Po, na i kena fituar të na gjyqet, na kena me certifikat, ku se më zotni? Të hetojnë shteti, se ka 13 vjetë së rritu i shkure di Ramës. O, lirëm pronën, o, lirëm pronën, o, lirëm pronën. Edhe s'ka luj ma me ne. Të ndjerit, familjes ti. Ndërkohë, ju, a keni kanë ndjenit veprimit që do të banë të nipi juj? Ja. S'ki kanë ndjenit? Ja, ndjeni s'kena kanë. Se me pa kanë ndjeni mu kisha nalë. Se unë 72 orë të para këmë të po shefin e komisariatit Shkodrës. Edhe kullon informacion pastret se asaj me Rostemi, ish drejtori policisë bashkjake, nuk u ka prish objektet si duhet, se ish dash më prish edhe një kjo kërit. Ku thirë vajnë, shumë djallin e rumë, shumë profesionist, ka bëna certifikatën. Për vaj, rëshiti. Edhe i kun Tiranë. Gjovalin, cili është mesazhi juj? Qoftë për drejtësinë, qoftë për familjen e të njerit, a keni një mesazh le të themi? Po. Familjes asë kalas djallit e vaj, se familjave të ne u bjenë gëgjnë. Ne pa qa dashtë, më kupë kishe gjami i farën. Edhe diçka, a i druheni hakmarrjes? Në mënyrë absolute, me zotni. Kena një sluft pa pame. Në mënyrë absolute, nuk i drumë hakmarrjes. Nuk i druhesh? Jo, hiq. Se nuk ka ta së cëpë. Kush dënojnë e djallë, gjykot me plumën, salë zyrëzit më 105.000 mi prapë. Se më ka për në besë shteti, se ako ble shteti tu. S'ka gjyqtarë si e dëno. Se më 105.000 mi ha pluma si ku i hëngrastrit kaloja.